dija që do bëhej, ajo biseda që bëra nuk e dija që do jepej, që do transmetohej. Nuk e dija, një nga fakti që kam qenë skeptike të vi këtu brenda është pikërisht se nuk doja të tregoheshin ato fjalë. Nuk është e drejtë, vërtet, nuk është e drejtë. Të dëgjoj ty tash Ledion, e tepruat se është e vërteta, e tepruat me atë vajzë. Ajo aty në brenda dhomën të rrëfimit ka menduar se është duke folur për shembull me psikologën ose duke folur me juve dhe duket që s'pas ka pasur ndjenjë fare, më falni se i kam hequr edhe në poshtë, se lart i kam vënë ka provizor. E të ka muhabeti që ajo rrezik, sepse me atë që pashun tek Rizarta, pash që ajo se pas ka pasur iden fare, që kjo gjë do transmetohesh dhe është e shokuar nga ajo që ajo pa, se çdo kush ka prengat e veta, futet në dhomë të rrëfimit, në kaq ditë izolim, i vin kujtime, ka nevojë të flasi, ka nevojë të hapet. E kupton? Tani në atë moment kanë përfituar e kanë hedhur palën e saj, drejt që e hëngër se nuk e di, më erdhi keq. Nëse kjo pas ka qenë me një psikolog aty brenda, se më duket me psikolog e qanë, kjo të jemi sinqert, më vjen shumë keq për gjithë psikologët anë e mban, se di që ndoshta nuk janë të gjithë që mund çfarë flasin klientët e tyre do shkojnë të ja tregojnë botës, por e vetmja frikë që se çdo kush ka nevojë për një psikolog. Dhe nuk është turp të shkosh te psikologu. Por për shembull flas për veten time, e vetmja frikë që un kam të flas me psikologët, është kjo që ndodhet me Rizartën. Edhe pse do thoni juve mos i ngatroni gjërat Andrea, sepse aty është një format televiziv, një reality show dhe prandaj është bërë për show-in the tash, po nuk bën për show ndjenjat e çdo personi që ka për brenda drejt që e hënë, se më erdhi shumë keq. Më erdhi jashtëzakonisht keq që në lojë përzihen situatat e jetës së jashtme që çdo kush ndoshta kërkon të mbaj private, por loja çfarë bën këtë që bëri. Se Rizarta duket shumë qartë që nuk ishte dakord që të jepesh ajo gjë që ajo ka thonë në tërfimit. Nuk e di. Më vjen keq, po mos e paragjykoni gjithsesi, se sinqerisht e dini se sa ka si Rizarta, ka jashtëzakonisht shumë njerëz. Se qysh, se tek, i din vetë punë të vetë ata jashtë në jetën private. Okej? Kështu që këto dhe më të shkojnë shumë. Po mos e shikoni këtë pjesën poshtë. Këto janë vetëm previzorët, kështu, falso. Mirë, ciao, mirë paç.